Hani 10 kokra qershi në ditë do mrekulloheni me atë që i ndodh organizmi. Ekspertët thonë se sekreti i humbjes së peshës nuk ka të bëjë me numrin e vazhdueshëm të kalorive, por me rregullimin e urirës dhe modeleve të gjumit, djegjen e yndyrës dhe shmangjen e dëshirave. Ulëntimet kanë treguar se ora biologjike shkon jashtë funksionit kur merrni mesazhe të gabuara, duke rezultuar në ngritjen e ushqimeve të gabuara. Por nëse arrini të rregulloni oraret e gjumit dhe të ngrënies, mund të humbisni edhe yndyrnat e barkut. Një frut që mund të kontribuojë në këtë proces është edhe qershia. Qershia është një burim bimor i melatoninës, hormonit të gjumit, edhe pse nuk ka prova që ndihmojnë në këtë, ulëntimet kanë treguar se ushqime të tilla mund të rrisin nivelin e melatoninës në trup. Për ju që doni të flini më mirë, atëherë qershit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Sipas ekspertëve, ato do ju ndihmojnë shumë në këtë aspekt.